Po mirë, po kur duhet njeriu me dallu? Si e dallon një njeri? Nëse është për te psikiatri, nëse është keq për shkak se e ka bën ai gabim, ka marrë kredi më shumë sa që duhet edhe s'm pelon këstin, tash kjo nuk ka të bëjë me magjinë. Po me ne të rahat mos me shku te psikiatri, mos merr kredi hiçbe. Jetuat e pa kredi që unë apishëm o zbardha mo edhe vallahi, sinqerisht po e them, ju pse jam shumë i devotshëm. Po kur kredi s'ko marr? Kur në jetën time dhe ja kom dalë, edhe kur kam jetu me gjera. Tash mos e vazhdo këtë temë, se tu fol përkundër vullnetit të 90% qytetarëve. Ja, 90%. Nëse 90% janë deklaruar musliman në këtë votimin e fundit, regjistrimin e fundit, ta garantoj që 99% janë në kredi. Ja. Numri qytetarëve të Kosovës në kredi është shumë i madh. Jo, është i madh, është 420.000 familje. Që i bie dikun janë 1.6 milion banor. Janë 1 milion banor. 1 milion banor. Më shumë se 1 milion banor. Më shumë se gjysma, po. Më shumë. Amo 1.6 jemi të rezident. Dëgjom, do të me dallue të mirën edhe të keqen. Është në të mirën e qytetarit mos me hin kredi. Nuk rregullohet jeta e qytetarëve me kredi. Sinqerisht, bankat nuk janë shoqata humanitare. Unë e di, me qenë edhe unë ndoshta adoleshent, edhe me i pa reklamat, kur po i sheh ato mobilet e mira, e kur po i sheh ato koltuqet, e kur po i sheh televizorat, po thëtë për shembull, për ju dhe mobilimin e banesës suaj dhe këto kujdeset Fillon Bank. Për pushimet tuaja në Turqi, Fillon Bank. Për këto, Fillon Bank, të shënë mallin që këto bankat janë shoqata humanitare, e me thonë shkej edhe në të hek shallën, se po shkej edhe në pushime në Antali, se banka po më qejka. O të shënë, po ta nxin jetën pastaj se ti shkon knaqesh është 10 ditë, amo pastaj 10 muaj ki me vujt. E vërtet është kjo që keme pagu, po a nuk ka ndodhur gjithmonë tregtia me hua? Tregtia tjetër sen, kredi tjetër sen, është tim tjetër, nuk po dalim aty, po kthehemi te magjia, unë i këshilloj besimtarët mas pari. Jo, seriozisht, se unë mendoj që tradicionalisht tregtia është bërë me një infuzion financiar, apo? Që sot në kohën moderne e quajnë kredi, e di që Islami e ka kundërshtimin tek kamata. Allahu thot, e hell Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allahu e ka leju shitjen edhe blerjen, ka ndalu kamatën. Po morë banën e ty me t'i gjetë 100.000 dhe ti me hin biznes, kur fa problemi. Së është edhe me këthe 100.000 kur te krysh të dhe me thonë atë investimin tënë. A ma në 100.000 t'i këthemi 110.000, 20.000, kjo s'lejohet në fekshtë. Në asë një rëthan? Asë njëherë, në asë Në njëherë? rëthana normale jo. E në rëthana tja zëkashme tash, njeri i rona zëtë ka probleme zemëra, ka problem ku dyne qka edhe pajtu bu 100.000 euro nuk mund të shtrihen salë të perimit, atëherë e darurat, të bihën mahdhurat, ato që janë pa të tërsushme, i lejone ato që janë dalushme. Se feja që i lderën, amo jo për pikë qefit, për me shku në ullqen edhe me shku në Shqipërinë deti, kredi. Për me ble mobile, kredi. Me ble roba firmato, kredi. Me bo kerin, kredi. Me bo ato. Po tash, është bo që shetheti më herët, të një pjesë e madhës e tërë e egzageruve numë, se nuk e 99% kredi, po nështë ajo një 50%. Hiperbolizova, po dikur 60% në qytetarëve po, si mos familjeve nëse shkoj me... Unë statistikat i kom po vjetë 400 diçka mi familje, që i bjen do me thonë gati gjysme popullatës.